që duhet plotësojnë kushtet ligjore, mashtrojnë opinionin publik. Unë kam thënë vazhdimisht tek ju që qeveria e Partisë Socialiste do godasi të gjithë, edhe ata që përdorin në 11 maje, që i përdorur si prezervativ duke i marrë votën, duke i përdorur dhe duke i treguar që i keq që ka Saliu dhe Meta, ndërsa Edi Rama është njeriu më i mirë që lejon zhvillimin e turizmit. Do ta shikojnë njerëzit të cilët kanë votuar duke thënë atë fjalin apo shprehjen e famshme që nuk ka rrugdalje, nuk ka rrugëzidhje tjetër, por sot do shkoj fadroma te çdo shtëpi e shqiptarit. Këtë e kam thënë dhe para 11 majit me ligjin 2020, që është për procesin e përfundimit të legalizimeve, hipotekimeve të shtëpive shqiptarëve, që fadroma vjen të shtëpia ku krye polici ose kryetari i shtetit ose kryeministri i vendit vendosin të një plan të tyre për të zbatuar. Prandaj, ajo që unë dua të theksoj tek qytetarët, me dhimbje them këtë gjë, që ju përdori politikisht, ju amori votën, por fitoi edhe diçka tjetër përveç se ju amori votën, kërkoj që mos merrni pjesë në votime duke ulur nivelin e procesit demokratik dhe duke siguruar që Partia Socialiste të kishte vetë njerëzit e saj për ta votuar, po edhe socialistët janë goditur, sepse po të shkojmë tek thethi dhe te hapësirat publike, aksioni shkoi tek të gjithë. Pra flaka vajt te shtëpia e çdo shqiptari, votoi Partinë Socialiste apo jo, ose tha të gjithë janë njësoj, fatura i erdhi në shtëpi. Po. Avokat, prisni që në Valbon ketë tensione si ajo që ndodhi në Thet, apo fakti që nuk ka pas tërheqje as nga Vlora, as nga Thethi dhe zona tjera, edhe këtu prisni një rezistencë të ulët? Edhe njëherë ju them atë që pjesën e rezistencës, qytetarët janë fut në lojën e PiS. Cila është loja e PiS? Që kur dalin në protesta politikanët, thotë nuk e bën politik. Prishja objekteve vjen nga politika. Pse? Sepse ligji normohet në parlament nga deputetët e vet, që voton. Pra politik është. Inspektoriati emërohet nga kryeministri. IKMT-ja, IMT-ja, nga ata që kryeministri ka në nënsjetën e Partisë Socialiste. Dhe çfarë bën qytetarët kur bëhet një protestë, thënë nuk e bëjmë politike. Edhe kodi punës është politik, se është i normuar në kuvend. Edhe gjykata vendosi pas një kodi puni që të kanë bërë ata të cilët ti ke votuar, që quhet procesi legislativ. Dhe ligjvënësi e ka normuar, që buron nga partitë politike parlamentare shqiptare. Dhe kryetarët e bashkisë i votoni ju çdo 4 vite dhe ju a merr votën ai duke ju mashtruar. E pat në Vlorë që ndodhi përmbytjet. Kur do zgjohen vlonjatët që përmbyten, duhet të ketë rrugëzidhje alternative që mos të mbytet pasuria e tyre, duke votuar gjithmonë të njëjtin subjekt. Po Durrësi turpi nuk i vjen, mbyten çdo vit edhe do t'i futet deti në shtëpi, edhe votojnë po Partinë Socialiste. Jo mos e bë politik, mos e bë politik, po nga vjen ajo kryetaria e bashkisë e Durrësit, nga Partia Socialiste vjen. Edhe ky në Theth, edhe ai tjetri në Valbon, nga vin. Mund ta ketë marrë për shembull PD-ja supozojmë, po prap tropojën e ka PS-ja. Se e ka marrë PS-ja, tani e ka marrë me ndershmëri apo është punë tjetër. Por nuk e kuptoj unë këtë popull që çfarë reagimi prisni ju, nuk e kuptoj këtë pyetje. Kur ata bëhen pjesë të një loje që s'duhet bëhen pjesë. Politikë është gjithçka, edhe qumshtin që blen në supermarket vjen për shkak se TVSH-n ose çmimet i ka vendosur Ministria e Bujqësisë. Kush e ka Ministrinë e Bujqësisë? UFO-t e kanë. Inteligjenca artificiale që po tallet të rama prapë në shqiptarët. Ajo është njërisi. Kush e ka? Kush e ka naftën? Kush e ka naftën? Kush vendos çmime dhe këta tarifat e nafta? Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës, Ministria e Financave, thot, do pagush kaq lek. Nga vjen ajo, nga cila vjen buron kjo taks?
nga politikat e Partisë Socialiste, godit shumicën ndërmuese dhe bo qoka me pakicën ndërmuese që voton, sepse shumica mendon se vika nga qelli gjitha politikat penale, civile, administrative, tregtare. Çfarë janë këto gjëra? Prandaj nuk ka reagim. Ja bën qëllimisht, ja bën, shkon theth, i lën 3 muaj, o le 2 muaj, vazhdon. Shkon Valbon, edhe fillon duke zbritur, dhe njerëzit nuk kanë çfarë thënë, e di pse? Sepse nuk janë mban flasin ata. Avokat, Po të flaka do të vijë edhe ty që je socialist, mor, edhe ti që partinë edhe buk të hash në shtëpi me krip do të vi flaka. Dhe flaka do të vi ty më e tmeshme se sa ai që po flet kundër partisë tënde. Prandaj duhet të them, çfarë reagimi do presim? Reagimi duhet të jetë politik, social dhe shoqërisë civile. Mix. Jemi në një betejë me luftën me vlerat demokratike të këtij vendit. Nuk na prish punë Bashkimi Evropian sepse në theth kemi gjëra të palishme apo në Valbon apo në X vend. Por jemi sepse ne duam si shqiptar të shkojmë atje, ne si shqiptar, po jo Edi Rama na detyrohet na çojnë atje.